Dash pezullon vizat për 75 vende mes tyre dhe Shqipëria. Administrata amerikane e presidentit Donald Trump do të pezullojë nga data 21 janar të gjithë procedurat e lëshimit të vizave për shtetas nga 75 vende, mes tyre Shqipëria dhe Kosova, raporton Fox News, duke i referuar një memorandum i Departamentit të Shtetit. Sipas rrjetit televiziv amerikan, në listën e vendeve të prekura përfshihen mes të tjerash Rusia, Somalia, Irani, Afganistani, Brazili, Nigeria e Tajlanda. Zyrtarët të Departamentit të Shtetit nuk kanë dhënë ende një koment zyrtar mbi këtë raport. Fox News bën të ditur se Departamenti i Shtetit ka udhëzuar ambasadat amerikane që të refuzojnë lëshimin e vizave në bazë të legjislacionit ekzistues, ndërkohë që autoritetet amerikane parashikojnë procedurat përkatëse. Nuk është bërë e ditur një afat kohor se sa do zgjat pezullimi. Kjo nuk ndikon në vizat turistike, shkruan Reuters. Departamenti i Shtetit do të përdorë autoritetin e tij të hershëm për të konsideruar emigrant potencial papërshtatshëm që do bëheshin një barë publike për Shtetet e Bashkuara të shfrytëzonin bujarinë e popullit amerikan, tha Tommy Pigott, zëdhënësi kryesor i Departamentit të Shtetit. Përpunimi i vizave të migrantëve, këto 75 vende do ndalet derisa Departamenti i Shtetit të vendosë hyrjen e shtetasve të huaj për të marrë ndihmë sociale dhe përfitime publike. Administrata u ka thënë përparësi në mënyrë agresive zbatimit të ligjit të migracionit, duke dërguar agent federal në qytetet kryesore të Shtetit Bashkuara dhe duke shkaktuar konfrontime të dhunshme si me emigrantët ashtu dhe me qytetarët amerikanë. Ai bëri një fushat për ndalimin e migracionit paligjshëm në SBA. Administrata e Trump ka bërë imigracionin të ligjshëm të vështirë, për shembull të vendosur tarifa të reja të shtrenjta për aplikacionet e vizave H1B për punëtorët kualifikuar. Ky veprim do ndalojë pothuajse gjysmën e të gjithë emigrantëve të ligjshëm në Shtetet e Bashkuara, duke kthyer mbrapsht rreth 325.000 emigrantë.